Bëra në supermarket. Një ku Endrit i qoj në shtëpi, do ikim te mami Endri që të marrim zgarën. Se nesër është 1 maj edhe sigurisht që do ikim për piknik. Nesër do marrim edhe mishin, mish do me thënë kofsh pule ose krah pule. Edhe t'i pjekim më në fund për piknik. Hajde, Mats! Hajde! Një mëngjes, dolëm ne po ikim, mezi u bëm gati, prandaj nuk është se ju ka marrë që sa filluam domethënë. Nuk e kemi vendosur akoma ku do ikim, në liçen, në det apo nuk e di. Nëse duke parë, duke bërë. Kemi marrë edhe qenushe normal, nuk e di ma do na i zej sot, po e morëm. Po qanë tani se do të ikim me Endrin. Hello! Hi, Papi. Po ju bëj një shkëputje nga vlogu sepse kam disa gjëra super të bukura që në kanë ardhur nga Minjolje dhe janë këto veshje këtu për Adrolën. Kanë ardhur si fillim te Pako, më pas te qeset e tyre, se cilat e qesja atyre me emrin e vetë brendit firmës. Të gjitha kanë ardhur me etiketat e tyre gjithashtu. Ja. Të vazhdoj t'ju tregoj direkt të parin që është ky fustani këtu, është kaq i bukur, me një lepurush të vogël këtu. Mbrapa ka dhe veshët. Shikoni sa bukur është. Kështu si me xixa, poshtë vjen i tillë si në formë kove le të themi. Këtu poshtë ka një si tip plastiku dhe mbrapa ka pjesën më të bukur këtë bishtin e lepurushit. Ja. Unë ja kam marrë më duket për 3 deri në 4 vjeç të fustanin dhe i ri shumë mirë dhe po nuk ishte më të madhe. Tek pjesa mbrapa vjen me zinxhir. Materialin e ka të mirë, po fustani i parë është ky. Të kalojmë tek fustani tjetër, këtu anash do keni dhe Adrolën që është duke i provuar. Ky është fustani i dytë. Ka këto printet kështu me purusha, me gjethe, tek mëngët vjen me këtë copën e elastikut. Tu te pjesa e qafës ka këto pjesët me, si i thon këtyre, frudha. Vjen me pala kështu, prapa vjen me kopsa, deri në mes të kurrizit. Dhe po, është shumë i lehtë tani për verë, do me thënë për pranverë, shumë i bukur edhe ky. Tani do vazhdojmë me këtë fustanin këtu me pika, që Adrolës i shkon shumë, po shumë. Mund të them që ky i shkon më shumë nga të gjitha. Ky është me japone, kështu i themi ne. Këtu e ka pak të mbledhur këtë pjesën, vjen deri këtu pjesa me pika dhe më pas pjesa poshtë është me copë të zezë. Edhe mbrapa është kështu, ka këtë pjesën këtu për ta lidhur për ta bërë fjongo dhe këtu pastaj vjen pak më lart kjo pjesa e zezë. Ri shumë bukur në trup. Paka shumë të gjitha unë ja kam marrë për 4 deri në 5 vjeç, besoj. Ky fustani ka edhe kapelen që është shumë e bukur. Ja, me pika, është si tip kashte. Mbrapa ka këtë lidhje, po që ne ja kemi lënë kështu. Shumë e bukur edhe kjo, i jep shumë lezet fustanit shumë. Ky është seti tjetër, është i vetmi set që i kemi marrë me pantallona. Vijnë të gjata deri në fund të këmbëve. Këtu poshtë kanë këtë pjesën me tantel. Janë me vija të lehta për tani në pranverë, shumë të bukura. Lart din me këtë pjesën e kanatieres. Kjo ka dhe këtë pjesën pothuajse gjysmën e kanatieres me këto tantellat. E bardhë dhe thjesht, kishte shumë lezet Adrolës. Dhe pjesa më e bukur është çanta, që është si kërpull, është e thjesht, pa zinxhir, por që jep një lezet shumë të bukur veshjes. Edhe fustani i fundit është këtu me pika që vjen pak kështu si tip balerine, si tip koshi, nuk e di si t'ja u shpjegoj, tek pjesa këtu anash. Pjesa më e bukur është pjesa mbrapa, që ka këtë fjongon, edhe hapjen e ka shumë të bukur, sepse zbërthet fjongoja këtu dhe hapet. Më pas ka edhe zinxhir, që vjen deri në mes të kurrizit. Është me ripa,
Është shumë i bukur. Adrollës ky rinte pak i madh, sepse unë te kisha menduar që doja visha për ditëlindje. Kto ishin edhe gjëra që kisha zgjedhur për adrollën. Unë do ju lej një kod për ulje, për 20% ulje është adrolla 20. Mund ta shkruani aty dhe përfitoni 20% ulje me kodin ton. Tek përshkrimi i videos do keni dhe linket e produkteve, veshjeve që ne kemi marrë. Do gjeni kodin gjithashtu, website-in edhe po ju le të vazhdoni të shikoni pjesën tjetër të videos. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so new with you. Nga një ditë tjetër sot, kanë kaluar shumë ditë, po nesër do i rregullojmë. Ne po ikim me Olën të bëjmë pazar, se sot kemi vetëm të dyja në shtëpi, edhe nuk ka kush na i bën pazaret. Kështu që po mblodhëm forcat edhe po ikim. Marrëm ujë si fillim. Morëm një bukë tosti kështu të vogël që ta kemi të dyja me Olën. Morëm një çaj. Isha shoqë njerëzit edhe ajo teta më dha ashtu, ta provonja. Morëm salcice, 2 me djathë dhe 2 të thjeshta. Morëm dhe një çoko krem që ta kemi për pjesë në një kështu për shpejt, kur do adrolla. Kështu kur jemi vetëm të dyja, është shumë përtoj të bëj për të ngrënë, sa nuk e keni ide. Do skuqja patate tani, për darkë do bëjmë një tost, një gjë të vogël kështu. Kam edhe pak makarona nga dje, nga tava, kështu që, okej, për sot do e kalojmë me këto, nuk do bëjmë asnjë gjë tjetër. Kemi dhe faturën këtu, ta skanojmë tek aplikacioni, edhe po, këto. Dolëm pak dje, shkuam tek Waikiki, se kishte Endri për të blerë nga 2 gjëra që i duheshin për një event që kishte tek puna. Bleu Endri edhe përfitova të blija një 2 gjëra të vogla për adrollën. Po ju le një pjesë të vogël që kanë filmuar brenda dhe do të them ta t'ju tregoj këto 2 gjëra. Martojmë me ndasi. Wow! Tani të ndalesa e fundit të marrim krepa, se na ka shkuar mendja. Direkt për shtëpi pastaj se sot kemi fermën, edhe është tepër po tepër interesante. Do i marrim krepat në dorë, nuk do i ham këtu, do i ham në shtëpi, më mirë. Bleva këto, jetëm këto bleva. Siç po ju thoja, rritëm poshtë për tek sektori i fëmijëve, për t'i bler adrollës këto pupat, kështu janë. Mama, këshpucët më jo pupat. Këpucët. Ja, sa të bukra janë. Ja, shumë të bukra. Ja mora sepse... Pëlqen të zeza, ato të barba.
Mirë, do I marrin dhe zezat. Ja mora sepse I duam që t'i veshim me fustanin që do veshim për ditëlindjen. Nuk I kishte një palë të tilla, do me thënë ka plot si këto, por që nuk I bëjnë më. Edhe I mora unë këto, që është shumë, ja mora në numër 25, 26 e rritë është shumë e madhe, na pëlqej një palë të zeza, që po thot dhe Adrola, po ato nuk ishin numër. Ishin numër 26 edhe I rinjë shumë të mëdha. Kështu që të vetme që I banin tamam ishin këto. Ishin dhe ca me të rëndaj fila të kuq, po nuk besoj se do I shkonin me çdo lloj fustani, kështu që më mirë tash I mora këtë bardha të mos rrezikoj se bardhën dhe e zeza shkon me çdo gjë. Te kasa kur do paguanim, mora dhe këto çorapet. 1, 2, 3, 4, 5 po. Këtu, tiket për t'i ndruar në kopësht. Këtu është edhe faktura, që janë edhe gjërat e Endrit. Çorapet për 1900 edhe këpucë elegante thot. 8.900, 9.000 leka gjërat totales. Edhe këto gjërat e Endrit që nuk po ja u tregoj se nuk besoj se keni ndonjë interes. Bleu me pak fjalë veshje kështu klasike. Po, të bardha janë ato? Po, të bardha. Si janë të bardha? Janë ngjyrë piepri, më e mamit? Ngjyrë mishi. Po, ngjyrë mishi. Këto, edhe këtu duker kanë të bardha në fakt, por nuk janë të bardha. Stop! Tani unë kam me 2 punë vogla për të bërë. Se Adrola ma ka këtë pak për mbys andej. Po, do shikojnë që se do I bëjnë sot ose t'i marrë nesër në televizim më mirë. Nesër do ikim në Florë mas dite, me thënë nga darka. Se bëhet qelja e sezonit turistik, sezonit verore turistik. Edhe, po që para ditën e kam të gjithën kështu të lirë. Nga mbasditja nga darka do ikim atje. E di që nuk e kam dritën e mirë këtu, po më duhet të bëjmë make-upin, po bëjmë gati të ikim në Vlorë, si që thash tek koncerti. Ky po mbaron. Sot jemi marrë me bashkëpunimin për mini-olje. Pjesën këtu që do e vendos në YouTube nuk e kam filmuar akoma, kam vetëm shumë kështu. Po do e filmoj nesër dhe do e vendos të ky vlogu me shumë mundësi. Se ka kaluar edhe koha edhe më duhet që ta postoj. Prandaj nuk ju kam hapur që në mëngjes do me thënë gjithë ditën. Se edhe u zgjon vonë, do jem shumë vonë bram natën. Por që po më mbaron dhe kjo. Të gjitha drejt fundit. Nuk do bëj ndonjë make-up të rënduar. Kam dalë pak jashtë stilit tim sot për veshje. Nisi, do ja u tregoj më mirë kur të dalim. Sa mirë do ishte t'ju kisha këtu tani dhe të më jepni një mendim për këtë veshje. Se nuk është se jam shumë e sigurt, po nisi, do shkojmë me këtë. Ky lapsi më vjen shumë. I kre edhe pak me këtë. Këtë kam kohë që e kam edhe nuk e di në qoftë se ka skaduar, por ma ka prishur. Laps për përdor këtë, mi ka dhënë motra. Të shumë të atë gjëra dhe motra mi ka dhënë po nese. Unë jam njeriu I fundit që mund t'ju tregoj për make-up, të flas si të lyeni, edhe për veshjen gjithashtu, po për ju tregoj si po lyej mua, do me thënë pak tjetër. Do I bëj edhe çerpikët pak me këtë. Këtë e prisha. Do I bëj edhe pak syt këtu, ma ka harxuar Adrola gjithën. Okej, kjo është edhe make-upi I përfunduar. Edhe veshja, nga këmbët kam e shurto. Po më thot këtu që duhet më shumë dritë. Të bëjt gati dhe ola dhe Endrit. Dalëm më në fund, po ikim, pas shumë mundimesh.
Po ty të patej. Selfie me makinën. Ja ku jam unë sot nga dita tjetër, do me thënë gena e holit që kemi bërë me robat e Adrolës. Dola dhe këtu tani për të bërë mbylljen e videos, po doja të flisja pak për tje që na u prish makina edhe na ka lënë fiks mu në mes të Lungamares. Bllokuam edhe trafikun për pak, duke ecur vetëm kur bëri puf. Po një zhurmë shumë të madhe. E fiku Endri direkt makinën, doli se po nxirrte edhe tym, edhe menduam në atë moment u doq, mori flak, po jo, ishte çar një tub. Ne gjithsesi dolëm nga makina, e zgjova dhe Adrolën se ishte në gjumë. Mori Endri disa shokë të tjerë, edhe i thanë që është një gjë që nuk bëhet domethënë në moment. Nuk është gjë që zgjidhet në moment, kështu që morëm karotrecë. Edhe kemi ardhur me karotrecë se quam te servisi, edhe na solli dikush pastaj këtu deri në shtëpi. Tek koncerti nuk shkuam se normale derisa erdhi karotrecë, derisa erdhëm në që quam tek servisi. Shkoi ora 11:30, kështu që derisa të shkonim ne do shkonte 12, edhe nuk e di sa do mundeshim të shikonim njëri, kështu që u kthyem, erdhëm në shtëpi u ngritëm lart. Kjo më ishte ajo që na ndodhi tje. E po duhet ta provonim edhe një këtë eksperiencën me karotrecë. Nejse, unë tani do e mbyll videon këtu, vlogun. Këto videot e fundit kanë qenë pak të shkurtra, po më mirë kaq se sa hiç të mund. Nejse dhe këta. Edhe po, shpresoj shumë që ky vlog të ketë pëlqyer, ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Paçi! Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew.